Hamdët dhe falenderimet e tonat për zemërta ashtu që dim ne dhe mbi atë që dim ne, janë gjithmonë për të madhin Allah Dhul Gjelal dhe qofshin gjithmonë për të. Sepse i vetmi është ai që meriton falenderim, ai s'ka fillim, ai s'ka mbarim, ai është i gjithdijshëm, ai është i plot fuqishëm, ai jep jetë, ai merr jetë, ai përcakton gjini. Kur ka ekzistu ai, nuk ka ekzistu asgjë. Kur do të ekzistoj ai Allahu, do të zhduket dhe do të asgjësohet çdo gjë. Të qofshim i fali madhi Allah për çdo të mirë që na i ke dhuru. E sikur të filloj me i numru, asnjëri prej neve të mirat e shumta që na i ke dhuru nuk mujna me i numru. Po me theks të veçantë, po të falenderojmë i madhi Allah Dhul Gjelal në këtë ditë më madhështore, ditë që ti e ke krijuar tokën, qiejt, ti që i ke shkëput në këtë ditë dhe moment, qiejt nga toka, ti që i ke kriju gjitha sendet, gjërat, që i shofim dhe nuk i shofim, që kem dobi apo nuk kem dobi, ti që e ke kriju njeriun e parë, Hazreti Ademin a.s. Ti që e ke kriju xhennetin dhe xhehenemin në këtë ditë gjumaje, ti që do të shkatrësh gjithësien në këtë ditë gjumaje, ti që do të na ringjallësh në këtë ditë dhe moment gjumaje, ti që besimtarët do t'i shpërblesh me xhennet në këtë ditë gjumaje, po të falenderojmë i madhi Allah që e ke mbjell imanin e pastërt në gjoksa tonë për ty ja Rabbel Alamin. Të falenderojmë i madhi Allah që na dhurove prind, bashorte e vlad. Po të falenderojmë i madhi Allah që ke mbjell në gjoksa tonë dashurin, respektin, mirëkuptimin, sinceritetin, tolerancën, dashamirësin, humanizmin e faljen. Të qofshim i fali madhi Allah. Përshëndetje dhe selamat qofshin për të dërguarin tënd, Muhammed Mustafan, njeriu më paqësor të rruzullit të kësor. Të dashurit e mi, vëllezër dhe ju motra. Po mundohemi që në çdo xumë të sjellim një mesazh. Po jo ai mesazh mu bagazhu në kokat tona, po më na i vërtetu veprimtaria jonë. Jo një mesazh i cili është vetëm për ta plotësuar minutazhën, mirë po një mesazh i cili na i plotëson jetën. Jo vetëm një mesazh që na i plotëson jetën, mirë po një mesazh i cili na i plotëson këtë botë dhe na i plotëson botën tjetër. Po jo vetëm i ktill mesazhi të jetë, mirë po të jetë mesazh i virtytëve, i vlerave, i traditës, i besimit tonë. Po jo vetëm edhe kaq, mirë po t'u japim mësim dhe leksion mbar njerëzve, e muslimanëve në veçanti, por edhe të tjerët, sepse një musliman i mirëfill duhet jetë njeri i parimëv, njeri i vizionit, njeri i meqëm, njeri i lapsit, njeri i punës, njeri i përkushtimin ndaj familjes, njeri i respektueshëm, njeri human, njeri tolerant, njeri i cili respekton çdo komsi, çdo gjuhë, çdo fe, musliman i cili beson dhe respekton kish, xhamie, sinagogë e gjëra të ngjashme, i gjejmë të ngulitura te një musliman i mirëfill beo. Të dashurit e mi, një ditë madhështore, siç është dita e xumë, babai po vjen me djalin e vet në xhami. Mirë po kur afrohen te dera xhamisë, aty pranë derës ishte një lyps duke kërku lëmush. Baba i nxjerr nga kuleta dhe ja jep disa para. Djali është kurioz, bab, sa ja dhove? Bab, sa ja dhove? Baba po ja jep një mësim djalit, po na jep edhe neve në këtë rast, dhe njerëzve muslimanëve në përgjithësi. Biri im, tha, para se të preokupohesh ti me pyetjen apo me marrë informacionin se sa pare ja dhurova, ti duhesh me i ditë 4 gjëra para se me ditë sa. Para se me ditë sa, ti duhesh me i ditën 4 gjëra. Të dashurit e mi, sepse 5 pyetje i japin kuptim dhënies. 4 plus kjo sa, i japin kuptim dhënies. Dhënia nuk e merr kuptimin e vet nëse nuk i din paraprakisht 4 pyetje para se me ditë sa i dhave.
Dashurit e mi, neve edhe si shqiptar, edhe si musliman, kemi vlerë, kemi virtyt humanizmin. Dhe neve nuk na knaq kafshata që e fusmi në barkun ton, kur e shofim tjetrin se është duke i mungu kjo kafshat. Neve nuk knaqmi me komoditetin ton shtëpjak, nëse e dim se tjetrit i mungon kulmi. Neve nuk knaqmi me makinën tonë cilën e kemi, kur ta shohmi tjetrin duke i qu fëmijët në për këtë borë në kom në spital. Neve nuk knaqmi, neve të këtil nga ka folë Zoti. Dikush për na i ka i nati, mirë po të këtil nga ka folë Zoti Dhul Gjelal. Edhe këtë dini Zotit është bashkë dyzu me të madhe me traditën tonë kombëtare cilën e kemi. Ka fillu më në rrok një sarilak, bukur i madhë. Mirë, po dëshirojmë me ngjall këtë ndjenja. Po dëshirojmë do thot me ngjall, sepse vetëm kur të mundohesh dhe kur të jetojsh edhe për tjetrin, ti jeton si njeri i kompletum. Dhe zatën, populli jonë gjithmonë e ka thonë, ato shtëpia që kanë dhënë bukë, kur Zoti nuk i humbë. Dhe besoni që jemi duke po, që edhe sot ata janë duke vazhdu, janë përplot me antarët të familjes dhe me plot virtyte dhe mirësi. Të dashurit e mi, baba po i thot, biri im, para se me ditë se sa ja dhave, ti dush mi ditë 4 të tjera. E para, shkruni të dashurit e mi. Mundohuni me i praktiku. E para tha, dush me ditë çka i dhave. Sepse dhonja nuk është vetëm pare. Në këtë botë, njeriu jep shumë ma shumë se sa vlerën e parës. I jep dikujt një fjalë të mirë. E kënaq krejt. Këshill të mirë. I jep dikujt një emocion të mirë. I jep dikujt një vllaznillak të mirë. I jep një miqësi të mirë. Besoni se fjala e mirë, vllaznillaku i mirë, miqësia e mirë, emocioni i mirë, janë me vlerë më të madhe se sa parën që mund t'ia dhurosh dikujna. Njeriu më të mirë, Muhammed Mustafas, njeriu më të mirë të rruzullit toksor, vajza vet një ditë i kërkoi para. Por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk i pat me ia dhon parat. Mirë po i shkoj në dhomën e gjumit saj, ra me fjet me të, me vajzën e vetë, e puthi e qafi e ledhatoj, derisa atë e mor gjumi. Dha ja u knaq me dashurin dhe respektin që ja jep baba vajzës. Sot, ka shumë babalar që din me të dhonë pare, po nuk din me të dhonë ngrotësin e prindit, ngrotësin e babës. Ka shumë babalar që fullja mu shkuletën djalit apo vajzës. Bile edhe nuk e pyet se ku je të shku, tani aja pi vjen apo aj në 2 natës, ose me kërë ndeshje, ose po i vjen me brin të thyme, ose po i vdes në rrugat, je po i vdes, e ky do thot po i mbyt me parët e veta. Mirë po, nuk po ja jep dashurin prindërore. Ka shumë vëllezër që para të jep, por ngrotësinë e vllaut nuk ta jep. Ka shumë hoxhallar që të japin informacione full, por nuk të japin afërsinë, dashurinë dhe modestinë. Besoni të dashurit e mi, se nuk është vetëm parja dhonje. Dhonja më e madhe është afërsia, është dashuria, është zgjidhja e një problemit, është kur ti dhurojsh një miqësi të mirë, një shoqëri të mirë, një emocion të mirë, një respekt të mirë, e kanë vlerën më shumë se sa ja dhave. Andaj para se me pyet sa ja dhave, shiqoje ti çka je duke dhënë nga vetvetja jote. E para, e dyta, dush me ditë pse i dhave. Çdo dhënie në këtë botë e ka një interes. Ja përmendje madhësi, dikush e ja përmendje madhësi, ja për syfaqësi, dikush thot mos korrit në para këtyve, ja me janë zonë kryt në ikon,
Por ky e din ma vonë se si vjen, se para se mi dhonë, e qep do të thot një cak, se ku muj me taku do të thot këtë njeri. Me një fjallë e ka një qëllim. E Allahu Dhul Gjelal, po në mësën në Kur'anin familjartë, në kaptinën El Insan, dhe po thot, Innama nut'imukum li wajhillah, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Kur ti ndihmojsh dikuj, ndihmoj vesh për hir të Zotit. Vesh për Allahun Dhul Gjelal ndihmoj. Ma si ndihma më të falenderuaj. Ma si ndihma me nxon gosh dikant. Ma si ndihma duke kërku një interes prej tina. Ma si ndihma duke nënçmu atë. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Allahu para 1440 viteve po thot, mos i jep për interes. Dashurit e mi, sot një pjesë e njerëzve, pa ja shkru emnin, pa ja përmen emnin, pas pretendime, bukur janë shumë këta njerëz që nuk ndihmojnë dhe nuk japin. Fatkeqësisht një pjesë e njerëzve, kur t'jep, nuk e ka për Allah. Mirë, po e ka për një interes të ti personal. E kështu që para se me pyet, sa shtroja vetës për çka je duke dhonë. E treta, qyshja ke dhonë. Qyshja jep. Në çfarë forme, si ja servove, mënyra e dhonjes ka shumë rëndësi. Sa që njerëzit aq keq japin, sa që i bjen pishman, me i marrë. Unë e kam nevoj shumë, po në atë formë, aq të vrajt, aq të lisht, aq nënçmuse, aq nënçmën, të nënvlerëson, sa që ti ndoshta e ki shpirtin fët, mirë po ja refuzon të më falë. Ma mirë mos m'ja peq. Vrajt do të të jep. Disa janë të njoftum për këshilla. Edhe japin këshilla. Po aq vrajt e jep këshillën, sa që njerëzve ju ka bo iri, a i njeri nuk shkon mu falë mastina. Kur tash prezent aj, nuk ka dëshirë do thot me ndëgjuën, se jep shumë vrajt. Shumë vrajt dhe jep. O dashurit e mi, edhe një këshill kur ta jepni në formën më të mirë, më të urtë, më të butë, të mundshme. Muhammed Mustafa si ka thonë Zoti Dhul Gjelal në Kur'an, Lau kunta faddan ghalidhal qalb. Si kur ti shakoni vrasht, arrogant, as një njeris kishte mu të afru ty. Po vetëm që e ka një but, njerëzit kanë pranuan, dhe këtë dini Zotit përmes butësis dhe urtësis tone, u shpërnda dhe do të arrin aty ku arrin drita dhe aty ku arrin terri. Andaj të doshurit e mi, Allahu po thot në Kur'an, në kaptinën Al-Baqara, në ajetin me numër 263, po thot, qaulun ma'ruf, wa maghfiratun, khairun min sadaqatin yatba'uha adha, wallahu ghaniyun halim. Një fjalë e mirë, një falje e mirë, a shumë më e mirë, a shumë më e vlerësueshme tek Allahu, po dhe të njerëzit e ndërgjetshëm dhe të përgjetshëm, se sa një sadaka që ja jep dikujna, me vrashtësi. Një fjalë të mirë me ja dhon dikujna, a shumë më e mirë se sa me ja mbush xhepin me pare. Të dashurit e mi, Muhammed Mustafa ka thonë, tabassum fi wajhi akhika sadaqa, me i buzëqesh dikujt, i vllaut tënd, as sikur me i dhon sadak. Vesh me i buzëqesh dikujna, as sikur me i dhonën sadak. Për këtë psikologët na thojnë vetëm me mrol një herë, sepse është për gjunahave, me ju mrol dikujna në sy, psikologët po na thojnë vesh me mrol 72 muskuj lëvizën në fytyrën e njerit. Kurse me i buzëqesh
vetëm 12 muskuj lëvizin në fytyrën e njeriut. Mos e plakni more vetëm para kohe, po buzëqeshni ju more njerëzve, se i madhi Allah e dën dhe i madhi Allah xhaleshanu e vlerëson, se zatën as sadok me i buzëqesh do thot dikujna. Një fjalë e mirë dhe një tolerancë, një falje janë më të mirat e Allahu, më të vlerësuar te Allahu se sa një sadaka që ja jep dikujna me nënçmim. E katërta, para se me ditë kur i ke dhonë. Momenti, kur. Sepse me gjetë momentin kur ka nevoj e ngrit shpërblimin. E ngrit shpërblimin shumë, sepse dikujt në këtë moment janë duke ju dashtën 5 euro. 5 euro janë duke ju dashtën. Për shembull neve faktura rrymës në erdh 90 euro në erdh. Për zotin e lumu tut çapo vin pe kpusin. Për mu janë konë 90 euro, janë konën me vlerë shumë të mëdha. Nashta, mas një mujve, nashta na i bojmë 900 euro. Pa ata e kanë kput rrymë, nuk rrymë puna. Për këtë dashurit e mi, 5 euro e kanë vlerën më të madhe se sa 1000 euro për momentin. Nuk e kanë atë shpërblim sa në atë momenti kur ka pas nevojë për 5 euro. Për këtë, një grua ka hyrë në xhennet ka hyrë një grua, se një qenit i ka ofru ujë për me pi. Subhanallahu, një pjesë e madhe i majnë qenë në shtëpi, edhe i japin ditë e natë për me pi. A thua janë të fitu xhenetin? Po inshallah, se e kemi na obligim me u kujdes ndaj kafshëve. Mirë, po këtë gru Muhammed Mustafaja e ka përmend se i ka dhon ujë në momentin më kritik, kur ai është kon duke dhon shpirt, ka shku i ka dhon në ujë. Edhe Allahu dhul xhelal ka thonë, ja kum garantu kësaj xhenetin. Po ka bëni milion qenë duke të suftë tani me shku mi dhon ujë. Mirë, po ja ka gjetë momentin se kur do thot ka pasur nevojë. Sta tani në fund dush me ditën sa i ke dhonën. Në fund dush me ditë sa i ke dhonë. Na njerëzit jemi të preokupum ma shumë me masën, me sasin. Sa, kur njeriu të i ketë pestat, kur i realizon të katërtët, të pestën e let fundit për me ditë, se Allahu dhul xhelal në kapitullin Al-Baqara, në ajetin me numër 261 ka thonë: Mathalu alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Shembulli atyve të cilët japin për hir të Zotit. Ingjason. Kamathali habbatin anbatat 7 sanabil. Sikur një kokër, kur e hodh në ar, e nga ajo kokër bin 7 kallinj. Fi kulli sumbulatin 100 habba. Në çdo kalli janë ka 100 kokra. Wallahu yudaifu liman yasha. Allahu dhul xhelal ja shumë fishon atij i cili e ka dhënë një kokër. Allahu dhul xhelal ja rrit. Wallahu wasi'un alim. Allahu është i gjithdijshëm me njetin tanë, me qëllimin tanë, për çka je duke dhënë. Andaj të dashurit e mi, para se me ditë sa, shique me i pas në konsiderat këto të katërtat para proke, sepse këto janë shumë me vlerë se sa me ditën, sa une i kam dhonën. Edhe në krejt në fond, edhe përmes gjysmë hurme, keme fitu. Edhe gjysë hurme, keme fitu, se Zoti thot, ka me ta rrit. Edhe atë gjysë dinari, edhe atë 50 cent që ti elshën për xhami, e ne kejt këto punë, shka i kemi bon xhami dhe rreth xhamisë, me këto 50 cent e juve, me ato makijatët e xhumos që ju i kurseni për mos me i pi, i leni aty, neve kejt e kemi bo këtë komoditet, edhe kemi me bo dhe ma mirë me emnin e Allahut dhul xhelal, që ato 50 cent, i madhi Allah dhul xhelal, kur do dalmi para tina, ka më në thonë, shiqohe sadakën tone. Unë edhe ti kishmi mi thonë, na ka tregu Muhammed Mustafaja, i madhi Allah, pasha madhnin tonë dhe krenarin tonë, unë që kaq nuk kom dhonë. Po i thej ke Muhammed, Allahu dhul xhelal, mu dhe ty, është e vërtet se që kaq nuk e dhonë, po e ke dhonë kaq, po neve ta kemi rrit, ashtu qysh e rrit
fermeri viçin e vet në dynjë. Qysh e ka rrit, qashtu neve ta kemi rrit këtë mirësi. Andaj të dashurit e mi, mos e nënçmoni vetveten, edhe pak nëse jepni, edhe pak nëse ndihmoni, te Allahu Dhul Xhelal keni me gjetë të shumë fishume, po të njëjtën kohë, para se me ditë sa, ki konsiderat këto 4 tjerat, se shumë më e madhe se parja, është dashamirësia, është fjala mirë, është respekti, është uniteti dhe janë këto mirësi. Inshallah Allahu Dhul Xhelal na fal dhe na uzon. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.